Bismillah. Nderimi I banorëve të Medinës. Një prej mirësive të Medinës është edhe nderimi I banorëve të saj. Medinja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është një vend I bekuar dhe të jetosh aty është më mirë se sa me jetu kudo dikun tjetër. Edhe nëse vendet tjera të ofrojnë kushte më të mira. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shpreh dëshirën për të jetuar aty. Dhe në një rast, në një moment, shpjegon dhe thot, Rasulullah do të vi koha kur dikush do t'i thraste afërmit e vet, familjarët e tij, e janë tek mirësia, begatia, dalmë për qytet, shkojmë diku tjetër kund. Por Rasulullah thot, por Medina është më e mirë për ta nëse ata kishin me ditë këtë. Ai që banon aty është besimtar I devotshëm. Kush e braktis Medinën, duke e urrejt Medinën, Allahu ka me vendos diko më të mirë në vendin e tij. Kështu thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, askush nuk e la Medinën me dëshirë pa zavendësu aty nga Allahu me diko tjetër më mirë se ai. Nëse një musliman ka dobi dhe përfitime që dal jashtë qytetit të Medinës, për shkollim, për mision fes, për diçka që është e rëndësishme, atëherë ai ka arsye për këtë, nuk del me urrejtje e kështu me radhë. Durimi ndaj vështirësive të Medinës është shkak me e fitu ndërmjetësimin e Resulullahit dhe me e fitu statusin e shahidit dëshmorit. Pejgamberi alayhis salatu wassalam thot, kush duron ndaj vështirësive dhe sprovave që takon aty, ai është I premtuar me shpërblim të madh nga Allahu azza wa jall. Në hadithin tjetër Rasulullah thot, askush pra që duron ndaj vështirësive të Medinës dhe vdes aty, unë do të jem për të ndërmjetësues ose dëshmitar në ditën e Kiametit nëse është musliman. Tjetra, kush përjeton sprovën në Medinë, nuk duhet me u largu duke kërku kushte më të mira në vende tjera. Ai duhet me duru me bo sabër ndaj asaj që I ndodh aty, sepse shpërblimi është I madh nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Bekimet e Medinës, bereqetet e Medinës, mirësitë e Medinës dhe llojet e tij. Janë disa format bereqeteve të bekimeve. Bekimi I përgjithshëm, barakatun amme, bekimi I përgjithshëm. Bekimi nuk mungon në pak, por vetëm se shumohet. Nëse është pak, bëhet e shumë. Nëse mungon, ajo rritet dhe vjen. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bo dua, është lut, da an takun al Medina mubarake, është lut Allahu që me beku Medinën e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Lutja, duaja që me bekimin e tij vjen edhe dyfishimi, pa. O Allah, Resulullah I ka bo dua, o Allah, bëje që me bekimin të vijë edhe dyfishimi I tij, pra bereqeti të jetë I dyfishuar. Po ashtu kemi edhe bekimin, bereqetin e ushqimit saj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë al barakatu fi sa'iha wa muddiha. Pra bereqeti është do thotë në sasinë e tij, në masë ose në vëllim. Pastaj Resulullah I ka thonë Allahumma barik lana fi sa'ina, Allahumma barik lana fi muddina. O Allah, bekoje masën tonë dhe bekoje vëllimin tonë. Po ashtu bekimi është edhe në frutet e saj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë Allahumma barik lana fi thamarina. O Allah, beko frutet tona. Kjo do thotë se frutat dhe prodhimet e tokës në Medinën e Rasulullahit janë bekume. Pastaj hurmet e Medinës. Këtu kemi disa hadithe, për nderin e Medinës, Allah ka favorizu edhe mbi hurmet e vendeve tjera. Hurmet e Medinës kanë gradat ndryshme, të cilat janë 3. Dietarët kanë shpjegu kështu. Grada e parë hurmet ajwa, shërim prej smundjeve me lejen e Allahut, ashtu si mjalti, uji I zemzemit e kështu me radhë. Pastaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lidhe me këtë lloj të hurmeve të veçanta, ka thonë në ajwa el alja, ku
bohen këto, ka shërim dhe është mjekim kundër helmit. Hahet në mëngjes pra kur e ki stomakun bosh. Grada e dytë e hurmeve është hurma axhva të Medinës në përgjithësi, edhe këto janë të bekume. Parandalojnë helmimin dhe magjin me lejen e Allahut Azza wa Jall. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë llojin e dytë të hurmeve të bekume ka thonë, kush ha çdo mëngjes 7 hurme axhva nuk ka me dëmtu helmi as magjia në adit. Dhe lloji i tretë i hurmeve është çdo lloj tjetër hurme në Medinë. Çdo lloj tjetër i hurmeve, jashtë këtyre dyve që i përmendëm, janë të bekuara në Medinë. Resulullah thotë: "Men akala 7 tamarati mimma bayna labatayha hin yusbihu lam yadurruhu summun hatta yumsi." Kush ha hurme axhva nga ajo që rritet mes labetein, pra në teritorin e Medinës në mëngjes, nuk ka me dëmtu helmi deri në mbrëmje. Këto ishin disa mirësi qytetit, e të banorëve të saj, e fruteve të saj, e hurmeve të saj të Medinës së Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.